Kandidati për deputet i Nismës Shqipëria Bëhet në qarkun e Vlorës, Aleksandër Runaj, ka zhvilluar një takim me banorët e lagjes 24 maj në Vlorë. Një takim fantastik dhe entuziast i pas kandidatit Runaj, duke marrë një përkrahje dhe mbështetje të jashtëzakonshme nga të gjithë qytetarët dhe banorët, të cilët janë pjesë e lagjes 24 maj. Kandidati Runaj u shpalosi të gjithë profilin e tij, banorëve të lagjes 24 maj, apo njohur ndryshe si lagja Çole. Sipas Runajt, ata duhet të kenë besim tek programi i Nismës Shqipëria Bëhet dhe tek ai vetë si kandidat, për shkak se është zëri dhe përfaqësuesi i rinisë dhe do të jetë një zë i fuqishëm në Parlamentin Shqiptar pas 11 majit. Aleksandër Runaj i ftoi banorët e lagjes 24 maj të votojnë numrin 6 Nismën Shqipëria Bëhet, si dhe emrin e tij në fletën e votimit, pasi siç tha, do të bëjë më të mirën për qytetin dhe për jetesën jo vetëm të banorëve të tij, por në veçanti edhe për të rinjt, duke i mbështetur për të zhvilluar jetën e tyre në vendin e tyre, këtu në Shqipëri dhe në Vlorë, dhe jo të largohen.